92 vjet. 92. Krejt mjetët e bujqësisë i kam. Shkëna me po latë. Sa vaj i ki? 14. E ku i ki? Nalë dhe se s'po të qojna me të mytë, ja. Sa ma shet mu njo? Sa dush. A në qytet me shku që nuk ham gruja, ham burrin, punë, kur gjithë zbojna. Gruja ka dënë e qënë burrin. Të këndë. Sa që 2 djemi kam jashtë, me i kanë pasë të shpia ma mirë. Çfarë shpije, çfarë jetë, çfarë. Gra që po shkojnë atje jashtë ato, nuk po duhen më ardhë kape. Këtu në fshatin Pasome kemi gjetë një bac. Është baca Fazli Bilalli me cilën kam na tregu sot rreth jetës që e bën këtu në fshat. Baca Fazli, përshëndetje. Përshëndetje. Qysh po kalon? Mirë, alhamdulillah, pe Allah, mirë. Këndrej vjetëve, këndrej klesnije mirë. Sa vjet i keni? I kam 92. 92 vjet. 92 vjet. A jeni mirë me shëndet? Mirë. Masi veç keni dalë këtu me hecë për shihet edhe që jeni mirë. Faleminderit, jo që jeni dalë më na vizitua. Na jemi dalë sot me vizitu fshatin Pasum këtu në komunën e Vushtrës. Tregona pak për fshatin Pasum, çysh është? Fshati Pasum është i rregull, është i paqë, është i ndershëm, fjalë nuk bojnë në vjeti, me vidh jo, me hajni jo, me punësia jo. Kur s'ka pas kur fan nga tresë, kur njët. Përgjithësi fshati qetë. Fshati i qetë, qito vjeti, kam 92 vjet, kush nuk më sfazita, më shtyja, më rreja, të mali, ato ullkat, të gjoja, të fushat, të tëkat, të kur hec tak. A jeni veç ju një familje këtu në fshatit Pasum, apo keni edhe familjarë tjerë me shpia Jo, këtu? ka edhe tjerë. Ka që atje mazvorëve janë për zëvet, janë daute vetë aty masat një par dushkava atje, një rafsh aty një par gjarëve shpiqat i lugu për pjetë. Krejt ujtë e kanë atje për i bjeshke të poshtë, që eca i del që aty. A ka shtëpi ballë fshati Pasum? Sa jenë konë nuk ka. Sa jën konë atëherë në kohën tënde? Jenë konë 200 e kusur shpi. 200 e kusur? Po, valla 200. E sot për afërsisht hedhin sa kanë mbet? Kur gjithë kanë mjetë një 75-6. 76 deri dikuna. Po. Sa është kjo pak e domshme për fshatin? Pse po ikin njerëzit prej fshatit? Se po ikun, se po i marrin gratë. Po nuk punoj në katon, vetë në qytet. Burri punon, gruaja s'punon. Po kur e ka marrë gruna, e ka ditë ajo që ka më martu në katon? E ka ditë, valla. Edhe? Edhe se që këtë gjale jam që shkoj me kërë. Këtu ku martua, këtu ka nejtë. Veç këj ka punu shumë. A e ka qitë edhe këto në gruja në qytet a ju? Jo, valla e shku vetë se gruja jo. A u shku vetë? Gruja vjetë, vjen ka mjell kepe, pas ligjon në kastra vetë. Pa përshë që si pas kanë gratë fajet? Gjalli vetë? Valla e veç gjalli vetë se gruja jo, jo gruja. Edhe vjen shpesh këtu, për dhe të nditë tretën këtu vjen. Vjen me të vizitu? E ka shpinë që aty ma nenaj, se 4 i kam të 4 i kanë shpia ranqë. 4 djemi në kje, se cili ka shpia në vete? Se cili shpinë vetë. Unë jam me qatë voglin që tu, e që ato kam pa martua. Nuk për dënë mu martua, jo, i ka bo 32 vjetë. A me a gjetë na me bo një mësit mi? Valloj, po ta, një 500 euro ta japi. 500 euro mësit mi, a? Valloj, me gjoma. Këtë gjalli ta ka këshirë mu martu këto në Kosovë, apo dënë me dalë jashtë? Jo, o konë jashtë, nuk ka rajtë. Pse s'ka nejtë? Unë mërzit me njëherë, mas 2-3 javë dite, po më fret në telefon, thos, du marrë për shpije, pse, për që sa parë të jarë që umë dhe i shkove, e tash për që pas mëj me nejtë, u arë këtu i ka një 4 sopa ranë, që ato ranë i ruën, i këqyrë, jo 6 kinxat, kur peshet 40 kinxat, peshet, ka 100 euro me konë 4.000 euro. A për do këtë ma mirë se në Zvicër e në Gjermani atje? Qyre, ma mirë është me punu në venin e vetë, kurse ka kushtet. Kurse ka kushtet, s'ka qara pa punu dikon. Po. Nashë me shku në kjua, e të shkujna. Hajde shkojna e këshyrë me pak. Ti mirësh me bujësi këtu në fshat? Me bujësi. Me çka mirësh konkretisht? Krejt mjetët e bujësisi kam. Krejt. A je marrë gjithmonë me bujësi, deri tash? Gjithë e marrë. Edhe baba, edhe une. Çfarë mjetë e ki deri sot?
Cilat mjete i ki? Cilat Mjete? mjete të bujqësisë? Krejt, çka duhet për bujqësi, krejt i kam. Shkëna me po 10, 10. Sa dhe i ki? 14. 14. A mundesh me këshyr vetë ti? Jo qash, jo. Do me thonë i këshyr me djallin bashk. Me djallin bashkë i këshyrëm. Tash po do kësh mirë me konë me shëndet. Mirë. Mirë. E ku i ki? Nalë dhe se s'po të qojna me të mytë, ja. O, gjënën Kamenica tje nuk ju mësu me najtë kështu. Qa Atje bëti? kejtë asfalt e kena. Mora mas na ka hiq kjo asfalti për çdo. Ma hall këtu nuk ka problem. Kjo është vërtet. I ka dalë kinxhi jashtë. Aj pas. E tash që ka dalë kinxhi jashtë çka ndodh? A tha që i ki 40 copa? Po. A ki me shit në një për Bajram? Po, Sa ma sheth mu një? sa dush. Po sa për afërsisht? Ha? Sa për afërsisht? Amo, jo shumë shtrejt se prej Kamenicës duna me orë me ble. Ha? Jo shumë shtrejt se prej Kamenicës duna me orë me ble. Jo për shtjellon shajt. Amo me zgjedh një të mirë. Me zgjedh një të mirë. Cilën dush e djallë. A ki me shit për këtë Bajram? Kësmet për Allah që ka bo, gjysën du me shit. Gjysën? Po. A don me hek apo merr të na apet? Jo, se këto shtohen. A shtohen po? Shtohen, kur shtohen kjo apet e mush nunin të një tjerva. Po të regam sa ki me shit një? Ha? Sa ki me shit një? Po me miron dikush 1000 euro ja kësha marrë, por Sa? 400 euro, 350 euro që atë ishës. 350, 400, a? Po, A u rrit çmimi tash, a ju më kanë ma lirë ma herët? jenë konë ma lirë ma herë se ka pas ma shumë që mojnë. Tash nuk po mojnë. E që ata jenë ma shtrejt. Nuk i manë kërkush. Po pse nuk i mojnë mo? Po Se ka fillu mu hup bujtësia? për pej bëdallakije. Jo për shkejnë qytet, jo për shkejnë banes, ja nej, jek nej. A në qytet me shku që nuk ham gruja, ham burrin punë, kur gjithë zbojnë ata. Su del kur gjithë që dalin, sot 300 euro, më të jenë dikur, që dalin, kur gjithë dalin. 300 euro për një Bajram peshet të një kinç? Jo, valla, nuk i bojnë 300 euro. Kinxhi nuk i bë 300 euro, ka delme që i bën 300 euro, 350 Qysho e rëndësia delmes. Se tash edhe pe i matin, si pe mat, pe din sa kila mish pe aqet. Se nuk dohet për gjithë, po ma shumë dohet mish. Po ku t'ja hjek edhe lkurën e zërt, i vjet zërra. Tregom aq të tha ma herët që gratë piqesin burrat me jetu në qytet e s'po rrinë në katon. Pse? Pse? Qa kimi ju thonë aty në grave? Qa kimi thonë burra, ose gruja ka, dënë e qënë burrin. Burri që është burra, a thonë që nuk do të me ngru grujen që atë thotë? Po duhet, kanë thonë në thëjnë, që ashtu është. Po ka grua lloj që ma mirë din se saj që ka fakultetin e kryt. Po të regom ta është koha që ka orë da është ma mirë me jetu në qytet a në katon? Po ai që është më raklim me punue e me gjallnue në katon. Ai që është i katonit shkojnë qytet, silës sa koqeve. E ata që ju në bon qytet biznismena që më ju bo atyve? Ata kanë zonë herët. Leprin, a? E kanë zonë herët ata. Të regom pak, nëse, kur ke fillu me majtë krejt këto delme? A prej mati? Pej bobe. Do më thonë trashëgimi? Po, boba i ka majtë gjithë. Kur arke Bajrami që i keshit ke në blejket tonë familjes tesa. Krej familjes ju ka bletesha me... Me kinxhat rane, jo, e kinxhat. Edhe që ashtu i na baravat me të, gjokes këna hijek, as për mas, as për pi, as për hangur, as
krejt në rregull. Ai që ma del më fiton, ai që se ma fiton kur gjë. Po sa mundet me fitu një bojk mrena mujet? Sa pare mundet me fitu? Po i mundesh me fitu deri në 300 euro mundesh me fitu. Po me Veqa? Ha? Veqa? Veç. Me dash me punu, po me punu së mund punon. Qifti jam vjetë e mija, së mund me shtak po esi. Mo me punu Po tash po të ndihmon djali. Po djali më një mëre. Që e qika që Bukuroshja. ka henarë që sa këta klysha këtu bre. Ha? Ka pishtak e rrehi. E pjau dërën për shëndetu. Që she, a i mirë? Tonëve pjau dërën. Jo visht. Të vjen marre. Ja, si vje marre, kje bukuroshe. A që trega me një mesazh për fund, çka kemi ju thonë krejt rinjes që dalin jashtë me jetu edhe me punu? Që po e lëshojnë Kosovën. Po e qëre, unë e vetë që më konë 2 vjetë e gjithë në Gjermani. Po atëherë ka pas Bukarallak. Nuk e pësër ka pas Bukarallak, mas lufte, u konë i shdukun katuni, i Diegun, i Kallën, u të skepën dullën ka mas, sa që 2 djemë i kam jashtë, me i kanë pas të shpija ma mirë, qëfar shpije, qëfar jetë, qëfar. I kishë mojtë edhe si ka gjëran, kur të sharë koha me i sitë për Bajram, i kishë gjysën i këshin metë. Ato apet shtohen, po gjithë kushat menimin e vetë. Gra që përshkënë atje jashtë ato nuk dojnë më ardhë kapet. Veç për mësafir, po. Me dojnë me hitë. Po. Shka ti bësh gjithë kushat menimin e vetë. Bac faleminderit shumë. Faleminderit për kohën. Meniru shofshi, faleminderit që një dalë, na keni vizitue. Inshallah, se keni jetën, jeni të lumtun. Amen, faleminderit shumë që ta vazhdo.